Injorimi I televizionit Shenja nga ana e BDI-s reflekton mendësinë bolshevike të drejtuesve të saj, të cilët mendojnë se mediat nuk duhet të jenë të lira dhe t'ju shërbejnë interesave të përgjithshme të qytetarëve, por propagandës së tyre politike dhe interesave të ngushta partijake. Kështu vlerëson kryetari I shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani, I cili dënon ashpër selektimin e mediave dhe bojkotimin e pyetjeve të televizionit të Shenja nga ana e funksionarëve të BDI-s. Sipas tij, kjo dëshmon se kjo klasë politike nuk ka kapacitet demokratik për të kuptuar rolin e rëndësishëm që ka media në një shoqëri demokratike. Bie në ujë të gjitha pretendimet e BDI-s se nuk ushtron presion ndaj mediave në gjuhën shqipe. BDI ndaj mediave në gjuhën shqipe sillet njësoj sikurse VMRO DPMN sillet ndaj mediave maqedone, që kritikojnë praktikat autoritare të qeverisjes Gruevski dhe Ahmeti. Shkelja e fjalës së lirë dhe lirisë së mediave është politikë permanente e qeverisë Gruevski dhe Ahmeti. Ai më tej ka theksuar se injorimi I pyetjeve të gazetarëve manifeston nervozizmin e kësaj partie, e cila ka dështuar të përfaqësojë denjësisht interesat e shqiptarëve në Maqedoni. Ato vërtet nuk kanë përgjigje për çështjet kruciale që shqetësojnë qytetarët shqiptar në Maqedoni. Dhe duhet t'i kuptoni drejt, sepse BDI vërtet nuk ka përgjigje për pyetjet tuaja. Jo që nuk dinë, por s'kan çka thonë. Në fund, BDI nuk ka kapacitet politik dhe intelektual që të kuptojë se injorimi I medias nuk është vetëm injorimi një gazetari apo një televizioni, por është injorim dhe shprehje mos respekti ndaj votuesve të tyre dhe opinioni shqiptar, para të cilëve janë të obliguar të japin llogari. Sipas Selmanit, qeveria ka dëshmuar se keqpërdor institucionet dhe parat publike për të kontrolluar mediat dhe se mediat që nuk I kontrollojnë I kanë injoruar dhe etiketuar përmes fushatave të egra mediatike.